që parkojnë. Ne po flasim apo për të tjerë si këta që kanë hyrë mes pallateve në mes bllokut dhe ku kanë biznese më fitimprurës pikërisht. Kur nesër tysh në Europë të lejen këta? Jo kur nesër. Ne jemi në një proces negociatash për Bashkimin Evropian. Dhe nuk t'i lejen këto gjëra. Tani ne jemi në kapitullin më të rëndësishëm për ne, që është funksionimi i tregut brendshëm. Dhe këtu tek funksionimi i tregut brendshëm ka shumë çështje që duhen trajtuar e që duhen zgjidhur në standardet e Bashkimit Evropian që mund të ndihmojnë pafund qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Për një pjesë të tyre un kam folur gjatë këtyre viteve në parlament, por nuk kanë dashur t'i bëjnë me hir. Tani vjen BE-ja dhe do t'i bësh me pa hir, sepse me ta nuk funksionon kjo historia që shiko sikur ta bëjmë dhe kështu dhe ta bëjmë ashtu. Jo, ata thonë është ky standardi dhe do ta bësh kështu. Dhe pastaj vazhdon. E bëre? Jo. Ja. Stop. Stop. E bëre? Stop. E bëre? Mandati 4 është për të kriju këtë këtë lloj klima. Po, tash ti, ju folet për Partizanin, në të drejtë tifoz i Partizanit, unë tifoz i Tiranës. A e kuptoj që mund dhem Tirana nuk ka një histori? E shikojnë si rinë tifoz të Partizanit me tifoz të Tiranës me histori. Po ti dëgjoshim për stadiume, kështu kthehemi. Kështu kthehemi. Nëse kap me turma të nisë. Jo, me turma do merrem mund, se unë prandaj vetëm stadium. Po, asun s'mpëlqej ajo, sharjet nga motra, nga nona. Turpi madh. Se çka kusuri kanë nonat tona, motrat tona. Nuk është puna, aty ka gra, ka njerëz ti me milion. Eksakt. Hajde shpjegoja fëmis. Po, hajde shpjegoja fëmis një stadium ulëret nuk ka nga të dy krahët, banalitet. Banalitet për thonë ignorancë, çat dush vjen e emri, nuk ka tifozlik ai. Unë s'kam një gjuhë, unë shkoj shoh Liverpoolin, kam më të çmend, këndojnë për Liverpoolin. You never walk alone. S'kam një gjuhë. Biles nuk i shajnë lojtarët e vet. Kur? Tash i për them, edhe mu më dhem Tirana sepse nuk ka një klub dinjitos, nuk ka një historik, nuk ka një muzeum, klubi që është krijuar 1920-ën. Që ka gjitha trofe, që ka gjitha kontribut në futbollin shqiptar. Dhe që, shiko, të treja klubet që ka Tirana, po edhe Shkëndija që ka që më përpara, janë klube historike. Dhe unë kam një apel sot për Bashkinë e Tiranës, pavarësisht se këto janë klube private sot, të themi, apo diku edhe me një përqindje aksionesh publike të bashkisë apo dikujt ndonjë institucioni tjetër. Ajo që do doja unë shumë është që Bashkia e Tiranës të iniciojë apo të bëhet ajo materializuesja e iniciative që ndërtoj një muze sporti në Tiranë. Po. Një muze sporti në Tiranë. E vetmja gjë që kam parë si perëndim, që kam parë si perëndim këtë kohë, ishte federata që ka bërë një muzeum futbollit shqiptar që siç e kanë gjithë klubet e mëdha që kanë. Ja, duhet i gjë në Tiranë. Dhe duhet jetë mundësia është. Dhe duhet jetë një muzeum që nuk ndan tifozët, po që bashkon historinë e sportit shqiptar. Që edhe ai tifoz i Tiranës, edhe ai tifoz i Dinamos, edhe ai tifoz i Shkëndijës, edhe ai tifoz i Partizanit, ta gjej veten e të bashkohet atje brenda atij muzeumit të sportit. Këtu temë tjetër do folim për sportin, këtu është temë tjetër që këtu duhet të funksionojnë gjitha organizmat, pushteti, federatat, gjithë base, nuk mund ta bëjë federata, për shembull ndeshjen kombëtare. Ne paguam gjop tash që i bërtiçin Serbi të bofsha nonën.